Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Falënderimet I përkasin vetëm Allahut të madhëruar, vetëm Allahun falenderojmë dhe vetëm për Allahut ndihmë kërkojmë. E lutim Allahun e madhëruar mëshiruesin, mëshirëbërësin, të na falë gjunahet dhe gabimet tona. Dhe e lutim Allahun e madhëruar, mbrojtësin e besimtarëve, ruajtësin e besimtarëve, të na ruaj, të na mbroj për këqijave të vetëve tona dhe të këqijave të punëve tona. Atë njeri që Allahu I madhëruar e udhëzoi në rrugën e drejtë, nuk ka kush, nuk ka mundësi askush që ta humb atë nga ajo rrugë. Dhe atë njeri që Allahu I madhëruar e humbi nga rruga e drejtë për shkak të punës së tij, për shkak të veprës që ai veproi, për të këqijave, askush nuk ka mundësi ta rikthejë atë në udhëzim, ta udhëzoj përveç Allahut të madhëruar. Dëshmoj dhe deklaroj se I vetmi I cili meriton të adhurohet të drejtë është Allahu I madhëruar, I vetëm dhe I pashok. Dhe se Muhamedi alayhis salam është robi I Allahut dhe I dërguar I Tij. Të dashur vëllezër, fjala më e mirë dhe më e vërtetë është fjala Allahut të madhëruar, Kurani famlar. Për këtë shkak, Kurani ka zbritur për të mësuar, për të lexuar, për të mësuar, për të kuptuar, për të medituar në të dhe për të vepruar me të. Dhe dini se udhëzimi më I mirë, rruga më e drejtë, shembulli më I mirë, është shembulli profetik, është shembulli I Muhamedit alayhis salam, I të dërguar të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Dhe shpikjet në fe janë punët më të këqija dhe më të rrezikshme për besimtarin. Dhe çdo shpikje në fe të çon në humbje në devijim, dhe çdo devijim, çdo humbje nga rruga e drejtë, nga rruga e Allahut të madhëruar të çon dhe ka përfundimin në zjarrin e xhehenemit, Allahu na ruaj prej tij. Të dashur vëllezër, namazi është nga punët më të dashura tek Allahu I madhëruar. Kur është pyetur profeti alayhis salam se cila është puna më e dashur tek Allahu I madhëruar, ka thënë, puna më e dashur tek Allahu I madhëruar është namazi në kohën e tij. Rëndësia e faljes së namazit, rëndësia e faljes së 5 namazeve, jo vetëm të xumas, rrjedh dhe vjen dhe bazohet në atë që Allah I madhëruar ka urdhëruar në Kur'anin famlar dhe në atë që profeti alayhis salam ka urdhëruar në fjalën e tij, dhe fjala e tij është shpallje nga Allahu I madhëruar, o ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dhe ai nuk flet nga mendja e tij, por se fjalët e tij janë shpallje që I shpallet nga Allahu I madhëruar, krijuesi I gjithësisë. Namazi të nderuar vëllezër është nga punët më të rëndësishme. Namazi është shtylla më e rëndësishme e fesë islame, pas shtyllës së parë që është shahadeti. Dëshmia e sinqertë se I vetmi I cili meriton të adhurohet me të drejtë është Allahu I madhëruar dhe se Muhamedi alayhis salam është robi I Allahut dhe I dërguar I Tij. Menjëherë pas besimit në këtë shtyllë, menjëherë pas dëshmisë së madhe të sinqertë, vjen shtylla e dytë dhe më rëndësishme, që është falja e 5 namazeve. Puna më e rëndësishme që vërteton se je I sinqert në shtyllën e parë, në dëshminë e madhe dhe të sinqertë, puna më e rëndësishme që vërteton se je I sinqert në dëshminë e parë, në shtyllën e parë të Islamit, është falja e 5 namazeve.
Thot profeti alayhis salam, është ndërtuar Islami në 5 shtylla. Dhe ka rënditur, shtylla e parë është dëshmia, dhe shtylla e dytë menjëherë ka thënë falja e namazit. Dhe Allahu i madhëruar në fjalën e tij përmend se ata jo besimtarët, pasi të pendohen nga idhujtaria e tyre, pasi të pendohen nga mosbesimi i tyre, e kanë detyrë menjëherë faljen e namazit. Dhe nëse ata pendohen, e falin namazin, e japin zakatin, atëherë ata janë vëllezërit e juaj në fe. Nëse e pranon Islamin, e pranon se i vetmi i cili meriton adhurimin është Allahu i madhëruar, beson në Allahun si Zotin dhe krijuesin e gjithçkaje, si zotëruesin e gjithçkaje, si sunduesin e gjithçkaje, si furnizuesin e gjithçkaje, beson se në të vërtetë Allahut të vetëm i takon adhurimi, madhërimi, lutja, përrulja, përgjërimi. Pasi besimi të sinqert dhe bindje të plot në zemrën tënde, menjëherë e ke detyrë faljen e 5 namazeve. Dhe nëse ata pendohen, kushti i dytë, falin namazin, kushti i tretë, japin zakatin, atëherë ata janë vëllezërit e juaj në fe. Namazi është shtylla kryesore e fesë islame. Thot profeti alayhis salam, Ra'sul amri al-Islam wa umuduhu as-salat. Çështja më kryesore, themeli i çështjes, baza e çështjes është Islami, pranimi i nënshtrimit ndaj Zotit të vetëm, ndaj një krijuesit të vetëm, ndaj Allahut të madhëruar. Rasul amri al-Islam. Themeli i veprës tënde, nëse do të pranohet tek Zoti i lartë, themeli i çështjes është Islami, që do të thotë ti nënshtrohesh Allahut të madhëruar me bindje të plot për çdo urdhër që Allahu ka urdhëruar, duke e njësuar atë në adhurim dhe duke u larguar nga çdo lloj idhujtarie. Nëse nuk është ky themel, nëse nuk është kjo bazë, atëherë çdo punë që ndërtohet pas mbi të është e papranuar. Dhe shtylla e Islamit dhe kjo fe, shtyllën kryesore, thot profeti sallallahu, ka namazin. Një çadër përbëhet prej disa shtyllave që e mbajnë. Amuduhu, shtylla më kryesore është namazi. Dhe kulminacioni dhe maja më e lartë është xhihadi, që do të thotë sakrificë dhe përpjekje për të plotësuar dhe për të zbatuar të vërtetën, të drejtën tek vetja jote. Është sakrifica dhe përpjekja me trupin tënd, me zemrën tënde, me shpirtin tënd, me pasurinë tënde, me dijen tënde, të përpiqesh me të gjitha këto se si të realizosh dhe të zbatosh të vërtetën me të cilën Allahu ka urdhëruar, dhe ta mbrosh atë të vërtetë me trupin tënd, me shpirtin tënd, me pasurinë tënde,
me kohën tënde dhe me dijen tënde. Kulminacioni i Islamit, maja më e lartë, grada më e lartë është përpjekja në rrugt të Allahut të madhëruar, për të realizuar të vërtetën tek vetja jote, për t'i ftuar të tjerë në të vërtetë, dhe kur rrezikohet kjo e vërtetë, kjo e drejtë, ta mbrosh atë. Çështja më e rëndësishme për të cilën jemi urdhëruar ta ruajmë në mënyrë që të ruajmë fen ton është namazi. Umar ibn Khattabi radhiyallahu anhu thot: ruajini namazin. Ruajini namazin dhe vazhdoni ta ruani. Sepse ai i cili e ruajti namazin e ka ruajtur fen. Dhe ai i cili e humbi namazin i ka humbur të tjerat. Namazi është urdhër nga Allahu i madhëruar. Është urdhëres nga krijuesi i gjithësisë. Është urdhër nga i cili të mban gjallë. Është urdhër nga i cili të krijoi, të furnizoi, të udhëzoi tek e mira. Është urdhër nga i cili tek ai është kthimi ynë. Thua ju, robërve të mi, të falin namazin. Thua ju, robërve të mi, të falin namazin. Kulli ibadi, thua ju, robërve të mi, ju qimu s-salah, të falin namazin. Urdhëri kujt është ky? Fjala e kujt është? E Allahut të madhëruar. Kur ti falesh si bindje ndaj urdhrit të Allahut të madhëruar për të falur. Nuk falesh si imitim të të tjerëve. Nuk falesh se ky është zakoni baballarëve dhe gjyshëve tanë. Nuk falesh se është për trendi. Nuk falesh se është mirë më fal. Ti falesh sepse Allahu ka urdhëruar. Allahu i madhëruar ka urdhëruar mbi 7 qejt që namazi të falet. 5 namaze në një natë dhe një ditë, shpërblimi i tyre Allahu Ekber është sa 50 namaze. Dhe i vetmi urdhër me të cilin Allahu i madhëruar e ka urdhëruar profetin alayhis salam mbi 7 qejt është urdhëresa për faljen e 5 namazeve. Prandaj i dashur vëlla, kur ti falesh se Allahu ka urdhëruar. Wa hafidhu ala s-salawati wa s-salati l-usta. Dhe ruani namazet, falen namazeve dhe namazin e mesëm, namazin e ikindis. Të dashur vëllezër, namazi, porosia për falen namazit ishte porosia e fundit që profeti alayhis salam dha në agoninë e vdekjes së tij. Profeti alayhis salam në 3 ditët, 4 ditët që pati në agoninë e vdekjes, dhe agonia e tij, dhimbja e tij në daljen e shpirtit, sallallahu alaihi wasallam, ishte 2 herë më shumë se një dhimbje që mund të ketë një person i thjeshtë. Dhe në momentin kur ai po jep të shpirt, në ato ditë fundit, tha namazi, as-salatu was-salatu wa ma malakat aymanukum. Kujdesni namazin. Kujdesni namazin. Dhe keni frikë Allahut në ato që ju posedoni.
keni në përgjegjësinë tuaj. Keni në përgjegjësinë tuaj prej grave, fëmijëve, punëtorëve. Porosia e fundit që profeti alayhis salam porositi para se të vdiste dhe pushoi së porositur sepse zëri i tij pushoi nga dhimbja e madhe që kishte. Dhe i ratifikët. Namazi, si çdo urdhër i Allahut, është i rëndësishëm. Dhe urdhri më i rëndësishëm për adhurimeve pas besimit është falja për namazin. Falja namazit. Gjithashtu i dashur vëlla, namazi e ka quajtur Allahu në Kur'anin famlar besim. E ka barazuar me besimin në Allahun e madhëruar. Allahu nuk e humb besimin tuaj, ka thënë. Pra të cilët u falqin dhe kibla pra në fillim ishte nga Aksa, nga xhamia Aksa. U friksuan besimtarët mas u ndryshua kibla për në Qabe, thanë namazet që jemi falur në Aksa, a do pranohen? Allah i madhëruar zbret ajetin kuranor, Allahu nuk e humb. Tha namazin tuaj, jo. Besimin tuaj. Dhe Allah i madhëruar gjithashtu e barazon besimin me namazin kur tregon për të i cili nuk falet dhe nuk besoj. Thot nuk besoj dhe nuk u fal. Dhe sa për ato i cili besoj dhe u fal, Allah i madhëruar do t'ja lejoj atij udhëzimin. Ai i cili dha dhe besoj dhe në ajetin kuranor, ai i cili nuk besoj dhe nuk u fal, i barazoi mos besimin dhe mos faljen në jetën gratë. Dhe të vetëm punë të mirë që lënia e saj është quajtur mosbesim, është lënia e namazit. Puna e vetëm e mirë në tekstet hyjnore që është quajtur lënia e saj mohim, është lënia e namazit. Prandaj vllai i nderuar, ki kujdes. Ki kujdes se një ditë Allahu na mëshiroft në vafal. Do të themi tek Zoti ynë, tek mëshiruesi. Po mos jemi neglizhent në atë që Allahu ka urdhëruar mbi ne. Elus Allahun e madhëruar të na lehtësoj faljen e namazeve. Të na bëjë të dashur faljen e namazeve. Dhe t'i udhëzoj familjet tona në rrugën e drejtë, fëmijët tanë. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Të dashur vëllezër, ndoshta për shumë prej jush kjo nuk është e ditur, por namazi është i vetmi adhurim që e bëjnë tërë krijesat. Nga adhurimet që janë detyrë ndaj nesh. Thot Allahu Azza wa Jall: Alam tara anna Allaha yusabbihu lahu man fi s-samawati wal ard. A nuk e vëren se Allahun e madhëron dhe lavdëron çfarë ka në qiell dhe në tokë. Gjithashtu dhe zogjt kur hapin krahët e tyre. Kullun qad alima salatahu wa tasbihahu. Çdo krijesë për krijesave është i mësuar nga Allahu se si të fali namazin dhe si të lavdëroj atë. Të dashur vëllezër, namazi edukon shpirtin, e pastron shpirtin e njeriut, i cili si qenie njerëzore ka në të papastërti prej moraleve të ulta. Thot Allahu Azza wa Jall:
Khuliqal insanu halua. Njeriu është krijuar që nuk duron. Për gjë më të vogël ankohet. Idha massahu ash-sharru jazua. Kur e kap e keqja, ai ankohet, rënkon, është i paduruar. Wa idha massahu al-khayru manua. Dhe kur i vjen e mira, bëhet koprac. Illa al-musallin. Këtë moral e kanë zakonisht të gjithë njerëzit, përveç atyre që falen. Namazi është mënyra më e mirë për të shprehur falënderimin ndaj Allahut madhëruar. Gjithashtu, në lidhje me këtë përmendim historinë e bukur të profetit sallallahu alajhi wasallam, kur Aisha radhiyallahu anha hyet, ishte zakoni i profetit sallallahu alajhi wasallam që falesh natën aq gjatë sa këmbët e tij enteshin. Dhe i thot Aisha radhiyallahu anha, o i dërguari i Allahut, pse falesh kaq gjatë, dhe të janë falur gjunahet e kaluara dhe ato që të vinë? I thot një fjalë shumë bukur. O Aisha, as duhet të jemi rob falëndërues? As duhet të jemi rob falëndërues? Nëse shejtani i mallkuar të devijon zemrën dhe të lën në harres të falënderosh Zotin tënd, ke humbur rrugën e drejtë. Nëse je falëndërues i Allahut madhëruar dhe mirënjohës ndaj mirësive të tij, ke shpëtuar dhe në rrugën e drejtë. Të dashur vëllezër, namazi i atëron dhe i tërbon dhe i zemëron ju besimtarët dhe shejtanin e mallkuar. Është përcjellur një hadith ku profeti sa tregon që dy sejdët që bën besimtari kur gabon në namazin e tij, në fund namazit, to dy sejdë që quhen sejdët el sahu, to dy sejdë e atharojnë dhe zemërojnë shejtanin e mallkuar. Sikurse ka ardhur në një hadith tjetër që shejtani i mallkuar ndjen smir dhe zili dhe mërzitet kur shikon birin e Ademit që falet dhe bie në sejdë. Në momentin kur biri i Ademit bie në sejdë, shejtani largohet dhe qan dhe thot, a ju bind dhe u përul Allahut madhëruar dhe shpëtoi? Dhe unë e kundërshtova dhe nuk u binda dhe nuk u përula dhe unë humba dhe devijova. Gjithashtu vërenj dhe për të tregon dhe dëshmit që ne i shikojmë sot në sytë tanë, se si mbyllët Xhamia Aksa, se si shumë islamofob kur falet namazet e bajrameve në shesh nuk durojnë dot pa shkruar një shkrim kundra namazit në shesh, që po i hap sytë e tyre. Thot profeti alayhis salam, dhe besoj kjo është nga hadithet e rradha që dëgjohet. Nuk ka gjë që i bën hebrejt dhe normalisht dhe ata që ngjajnë atyre, që të kenë haset, të kenë smir, se sa selami kur japin muslimanët në namaz dhe amini që mbëjnë mbas Fatihas. Subhanallah. Namazet e vetvete, kush ka një shpirt të mirë të pastër dhe i shikon muslimanët si falen në një harmoni të plotë, se si përulen Allahut madhëruar, është një nga argumentet që e bëjnë njeriu të udhëzohet. Në të kundërt, ja shtojnë zemërimin, armiqsinë këtyre njerëzve. Dhe një nga idhujtarët në kohën e profetit sallallahu e pranoi Islamin, që ishte nga të parët e fisëve, vetëm duke parë se si muslimanët faleshin.
Pasi e zurën rob sahabët, e lidhën në shtyllën e xhamisë. Dhe i jepin për ngrënë dhe për të pirë. Dhe e ftonin në Islam çdo ditë. Dhe ftesën në Islam e bënte vetë profeti alayhis salam. Dhe urdhëronte që ai të ruhesh, të respektohesh. Pra, të jepësh atij ushqim dhe pije. Dhe askush mos ta cënonte trupin e tij dhe nderin e tij. Dhe çdo ditë ai shikonte si besimtarët faleshin bashkë. Dhe profeti alayhis salam shkon tek ai dhe i thoshte: "Çfarë ke vendosur? A do pranosh Islamin?" Ai përgjigjej shumë keq dhe thoshte: "Nëse më liron, unë jam njëri bujar të shpërblej. Nëse më vret, unë kam njerëz pas që do ahmerren për mua." Kjo ishte përgjigjja e tij për 3 ditë. Në ditën e 4 atë fest, urdhëron profeti alayhis salam lirimin e tij. Dhe pasi e liron, thotë: "Je i lirë, shko." Ai pranon Islamin. Dhe dietarët komentojnë këtë histori, thonë: ndikimi i bukur dhe i fortë që ka namazi bashkë që falin muslimanët në xhami në 5 vaktet. Dhe në të kundërt, ato të cilët kanë në zemrën e tyre armiqësi dhe urrëtie, kjo urrëtie i shtohet dhe kjo armiqësi i shtohet. Dhe dini vëllezër, si nga mënyrat më të mira që e lirojnë njerëzimin nga robërimi i epsheve, është falja e namazit. Është falja e namazit. Falja e namazeve, të 5 namazeve, e ndihmojnë njeriu të mos jetë rob i epsheve të tij. Njeriu është një qenie e cila patjetër do robërohet ndaj diçkaje. Nëse nuk robërohet ndaj Allahut të madhëruar, ndaj krijuesit të tij, do robërohet ndaj vetes së tij, ndaj epsheve të tij, ose ndaj dikujt tjetër, ndaj ideve të dikujt tjetër, ose dëshirave dhe epsheve të dikujt tjetër. A me të vërtet do t'i bësh mbrojtës atij i cili e mori epshin e tij për Zot dhe nuk ka gjë më të ulët se sa i cili është rob i epsheve të tij, i pasioneve të shfrenuara të tij. Dhe më i nderuari është ai i cili është rob i Allahut, është rob i krijuesit të tij. E lut Allahun e madhëruar të na bëj për muslimanëve të sinqert, për atyre që i zbatojnë ato urdhëresa që Allahu i madhëruar ka urdhëruar. E lut Allahun e madhëruar të na bëj prej besimtarëve që Allahu është kënaqur me ta. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka Hamidum Majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فأقيموا الصلاة.